politikan mendon se mund të ketë shkuar në ishullin Epstein? Ose mund të shkoj dhe pse? Të tërë kanë shkuar, janë duke kthyer. Janë duke u kthyer për shkak të skandalit po? Janë duke u kthyer sepse pana ata i vari vetën e do ta varin edhe këta vetën e tyre, në ato skandale që kanë bërë. Më mirë është të bëjnë atë që ka bërë ai. Do jetë më nder për ata se në fund turpi do t'i mbuloj. Të tërë, të majtet djathë që janë në krye të bashkia e lartë. Sa kanë punuar për të popull, ai do t'ua bëj dritë Perëndia. Errësirë do t'ua bëj. Po inshallah atje ku dhe më shumë. Si që e mundojnë këtë popull, ashtu t'i mundoj Zoti dhe ata. Nuk kanë fjalë tjera, janë raca me poshtër që kemi imagjinuar në të rruzull. Që t'jesh kobitës, t'jesh hajdut, t'jesh gabiqan në shpinë tënde, këtë nes na i ka marrë mendja kur. Se ky popull nuk kanë nxjerrë kur të tillë mostra. Këta janë mostra, këta s'janë njerëzor, këta janë jashtëtoksor. Këta janë si ato robotët. Fiks fare. Ua ka prem timonin me ikra, edhe ata din ata të pasrohen. Këta nuk kanë as dhimbje, as ndjenjë njerëzore, nuk kanë. Po as moral nuk kanë. Ç'to them tjetër unë? E ka thënë vetë historia tyre kur të bëhet në fund, do bëhet e zeze. Po kjo do quhet periudha më e zeze histori shqiptare në të tërë shekull që kur është krijuar. Inshallah mos vaf më keq. Me sa shumë ne Shqipëria ka marrë ta pjen boshatisja e një shtëpie, do thotë ja shtëpi do bjerë. Kaq. Se ti mendon se mund të ketë edhe më keq se kaq? Ka me sa shoh unë, Riga tregon shumë keq. Me sa e kuptojmë ne si popull, se populli është shumë i ndjeshëm. Po populli ka ngecur keq. I pari që ka shku, Edi Rama. Sa është njeriu i aventura, e shijon jetën, unë duhet ta shijoj jetën. Pa një shumë i zonë, nuk e ke parë mëngjes drejt darkë me konferenca me hallet e popullit. Po për qefin e qenë kohën ma mirë sa për gjithë shka tjetër. Kështu, për tjerët, do titullarët jo tjerët. Jo, vetëm të kemi gjitholog, thua atje. Kjo është i gjithashëm, është gjithë përfshirës. Po ku bje kërës? Ishulli Epstein? Po. Është një ishull i famshëm ky, nga vetë fjala Epsh. Kanë dalë ca filmime. Nuk t'i gjë. E ke më smerë me këto, nuk ka. Se ke se duke sigur ke vajtur ti, po s'ke vajt ti, ata kanë vajt. Po ku, me thunë se nuk e kuptova. Në ishullin Epstein. Po, kush politikën kanë shkuar? Edi Rama. Po pse Edi Rama? Po kush? Po veç ai vetë, kush tjetër. Mua i më duket shumë i angazhuar, e ke parë është podcasting. Mirë, për këtë mendoj. Atë kemi gjitholog, thua ti. Po. Ku? Në ishullin Epstein. Unë se kam gjë fare. Është një ishull ku kanë shkuar politikanët e huaj, janë publikuar disa video, të cilat në përmbajtje quhen të turpshme. Po nga politikanët tanë kush mund të ketë shkuar? As do të gjoj emrin fare. Nuk më intereson fare kjo temë, me thënë të drejtë, në ka stresu jashtë mase. Në lajme, në Facebook, në rrjetet sociale, gjithkund, nuk du të diskutoj fare, më vjen shumë keq. Cili nga politikanët tanë mund të ketë shkuar? Ku është ishulli që ta di unë, se se di? Ja ta them unë. Është quajtur kështu një dosje në të cilën janë publikuar video të politikanëve të gjithë botës, të cilat në përmbajtje janë të turpshme. Cili nga këta tanët mund të ketë qenë? Moment se s'marr vesh nga ato punë. Gjithë kanë shkuar. Politikanët tanë të gjithë. Ka politikanë që nuk shkojnë me. Kush e pështemi? Okej, është një ishull në të cilën janë përfshirë në një dosje politikanë të gjithë botës, ku kanë video në përmbajtje janë të turpshme. Po, me atë miliarderin mi. Cilët nga këta tanët mund të ketë shkuar? Si mendon, cili nga politikanët shqiptar ka qenë në ishullin Epstein? Ose do shkoj atje? Jo, nuk e di kush ka qenë, kam parë ca gjëra për këto rrjetet, po nuk e di kush ka qenë politikan shqiptar. Po nuk e di kush do shkoj. Kush mund të ketë qenë? Kush nuk e di. Atja, kush s'ko nuk... Kush të duket më qefli? Po qefli janë gjitha dhe për atë punë, po...
nuk e di ku do vej. Cili nga politikanët shqiptar mendon se ka shkuar në ishullin Epstein? Asnjëri. Është ndershëm ide? Cili nga politikanët shqiptar mendonin se ka shkuar në ishullin Epstein? Ose do të shkoj, dhe pse? Ose do shkoj? Po për këtë të them o derma. Të tërë atje e kanë mendjen, lere mos u pyet më. Vetëm Rama është. Është 100% vetëm ai ka shkuar. Se ka qenë sigurt që është vetëm ai për shkak. O e ka shkuar të vetë, aja është nismëtari i kësaj pune. Aja është. E ke sigurt 100%. Se nga që të duket gjitholog. O, ai çdo postësi i bën botë. Shikoj që pas ke shumë i natë. Jo, no, kam shefun, prandaj flas, ai që fol nërësia e bile e dën shumë. Ka respekt. Faleminderit.